Për të 6-ën vit radhazi, Bashkia e Kolonjës ka organizuar në mënyrë të veçantë festimet për Ditën e Verës, një prej festave më të rëndësishme që simbolizon ardhjen e pranverës. Në sheshin kryesor të qytetit e Ersekës, u zhvillua ceremonia e ndezjes së zjarreve, një rit i hershëm që përcjell fat dhe begati. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe panairi i gatimeve tradicionale dhe simboleve të festës, ku anvisat prezantuan kulaçin, vezët e kuqe, ëmbëlsirat e ndryshme dhe veroret. Për Ditën e Verës ne kemi si traditë, bëjmë verore, bëjmë dekat e thanës, gatuajmë kuleçer, vezë me ngjyrë, misra të zjera, edhe ëmbëlsira të tjera, po këto janë të traditës. Misrat që simbolizojnë shumimin, të sill shumë gjëra të mira, stina e verës, e pranverës, biskotat, gjëra të ëmbla. Të jemi të ëmbël gjatë gjithë vitit. Të iki ajo idhësia e dimrit. Ne për Ditën e Verës janë xhugulani, gatuajmë kulaçka, vezë. Përveç festimeve në qendër të qytetit, banorët kanë ndezur zjarre edhe në rrugët e qytetit dhe oboret e shtëpive të tyre, duke kryer ritualet tradicionale të kësaj dite. Festa e Ditës së Verës në Kolonjë vazhdon të ruajë dhe të trashëgojë traditat e hershme, duke mbledhur komunitetin në një atmosferë festive dhe të ngrohtë.